Jemi rikthyer zonë e zotrinj, rrimin mbrëma në këtë P2. Heci pa humbur kohë me fambu në tjetër në ekran. Du të filloj me zotin Lapaj, ndërkohë që Ledio më duket se kemi vetëm bulime, nuk kemi sinkrone apo jo? Që mund të plasësh direkt bulimet nga protesta që ishte sot në Tiranë për gjuhën shqipe. Zoti Lapaj, ju keni një histori të veçantë me lidhur me këto protesta, jeni një nga protestuesit e dalluar në Shqipëri duhet. Thënë që ku keni marrë pjesë te Kreshnik Spaiu te ajo Kuqezi, që keni qenë dikur dhe dilnit dhe keni dhe një tis patriotik të theksuar, edhe pse duhet thënë kohët e fundit e keni moderuar shumë, sepse kanë hyrë tashmë në politikë dhe mundoni të jeni po jo ose siç ishit dikur. Dikur keni qenë shumë i apasionuar. Këtë e them thjesht për info. Ishe në protest sot? Ishe. Më thuaj diçka. Isha sigurisht në një pozicion pa dash të marrë protagonizëm aty. Kush e organizonte? Të rinj që nuk ishte kështu, nuk ishin... Jo, e kam fjalën organizatorët, dukeshin apo nuk dukeshin? Medio mbulimet. Jem ca vajza, po mu duken shumë të rinj, vit parë universitet, Nuk kuptove gjithse kush i kishte nxjerr, pra, sepse është gjithmonë një gjë nga mbrapa që i nxjerrse, nuk bashkon njerëzit rastisht. I kishte nxjerr gjuha. Edhe një herë, pra. Se përgjigje ishte... Nxjerr gjuha, po burri ka përgjigje problemi që nuk thotë vërtetën, po më shprish kjo mua, le jo. Unë ndaj dola. Jo, tani ka prek. Dgjoj. Ç'është me Vlan Ademi, po? Unë se njo fare. Kush është ky? Kush është ky? Nga burimi ai djali që ka bërë organizim në proteste që ka mbajtur. Mua më thonë që me Vlan Ademi organizatorët i kanë nxjerr. Tani të lutem. Unë nuk e njoh. Sebi, mund të më informosh kush me Vlan Ademi, po? Shqiptar duhet të jetë nga emri. Unë ta them tani ty, jo të më thuash tani vëllai, ndërkohë që fletiku. Aha, okay. Të lutem, Flogër dhe ti. Shiko, në dijenin time është zhvilluar para disa ditësh protesta e dytë në Shkup. Kam dashur të shkoja edhe aty, po nuk u krijuar rrethanat, modestisht për të qenë më shumë prezent. Sot isha, duhet kish më shumë njerëz mendoj. Që thirr për gjuhën shqipe. E drejta e shqiptarëve në trevat autoktone në Republikën e Maqedonisë së Veriut për të folur gjuhën e tyre është një drejtë themelore e cila nuk mund të cënohet, këtë duhet ta dinë të gjithë. Domethënë, nuk duhet as ta mendojnë këtë punë, domethënë. Shqiptarët janë garanci që ai shtet të ekzistojë. Le të kujtojmë, e kanë pas të drejtë po ja u heqin? Apo se kanë pas asnjëherë, pa kërkojnë diçka më shumë? E kanë fituar që nga marrëveshja e Ohrit, po nga sa duket, nuk është zbatuar në të gjithë dimensionin që është dakordsuar dhe që parashkon kushtetuta atje. Pra, se ka vite që ata kanë shkollat e tyre, kanë para Majdanit. Është e vërtet, po nuk është arritur të aplikohet në të gjithë dimensionet nga sa duket. Pse sipas teje po ndodh tani? Pse po ndodhin tani këto protesta? Ç'a po ndodh? Ç'a ka ndodhur Majdanit Veriut në qeveri që Unë dëgjova subjektin shqiptar në qeveri që se mundohem të ndjek të gjithë me aq sa mundem, që adresoj që dhe kjo çështje do të rreguohet dhe diskutimi është për provimin e jurisprudencës. Për 3 muaj avokatisë. Po, kështu që në këtë kuptim mendoj që kërkesa është e drejtë, nëse nuk është bërë deri tani nga ç'duket nuk është bërë, duhet të bëhet. Dhe ne këtu nuk kemi pse të kërkojmë bishtin. Unë nuk rrit merrem fare me atë gjë. Jo, unë do të kërkoj kokën, jo bishtin. As kokën, më është e drejtë kërkesa. Nuk ka kokë. Është genuine kjo më vëlla. Mund mos jetë më, mund ta organizoj dikush, nuk është kërkesa është e drejtë. Unë fani sikom. Në këtë emision vëlla u mundohem që mos jap vetëm ose mos japin vetëm përgjigje pyetjes, a është e drejtë apo e gabuar. Por më jap më dëgjojmë çunat. Dakor, po nuk kam informacion. A ke ndonjë info Flogër kush është mbrapa kësaj historie vëlla nëse ka? Se unë zakonisht di që ku ka protesta, çfarë protestash janë, dhe ku nuk dalin vetë ideatorët, janë mbrapa, i organizojnë. Tani të gjithë tim se që pse bëjnë kohë. Ka mund disa burime ku flitet që një nga arsyet. Marsi dilet jo. Është tjetër gjë qëllimi protestës, tjetër gjë kush lëviz fije dhe kush mundohet ta përdori për të bërë dëme. Para njëherë unë dua kush pra në Maqedoni sot, e Veriut, në Veriut, në koalicion është një parti politike e cila quhet Vlen, që ka qenë një bashkim i disa partive të votë. Flitet që aty ka qenë dhe suporti Albin Kurtit, i cili ka dashur të defaktorizojë, se thuash, politikanët e vjetër, kryesisht Ali Ahmetin. Por te Vlen janë disa nga ish-kokat e BDI-s. Që në krye të Vlen tani. Ata janë një koalicion në cilin për të kaluar ligjet, nuk është njëta situatë që ka qenë dikur me Gruevskin dhe Ali Mehmetin kur ishin në koalicion, ku i duhet se zbën edhe votat e partisë Ali Mehmetit, ndërkohë sot ata janë Ali Mehmeti apo Ali Ahmetit? Ali Ahmetin. Ali Ahmeti, po.
dhe flitet që për të defaktorizuar ndryrën e Kurtit, nga burimet që ka mund gjithmonë, kjo është një lëvizje e Ramës në bashkëpunim me... Po falë, për t'ja futur Kurtit është kjo? Po, Apo po e bën Kurtit, se në fillim më duk se u the Kurti ka vlenin, këta për të defaktorizuar bashkëpunëtorët e Kurtit në Maqedoninë e Veriut, që janë vleni, që janë dhe bashkëpunëtorët e qeverisë, po bëjnë këto lëvizje për të defaktorizuar ata në kuptimin që një gjë që është e përcaktuar me ligj dhe që është e mbrojtur me ligj, përdorimi dhe i gjuhës shqipe, ata nuk arrin dot ta legjitimojnë ose si thua se nder atëherë. Se ata e zgjidhen me Mickovskin. Vleni, që është koalicion. Pa nuk arrin ta garantoj dot. Janë arritsta do të thotë që ata para nuk fal. Ja ta përfundoj dhe kemi edhe një deklarat të jam shumë vonë të Kim Mehmetit i cili ka thënë këtë gjë që shqiptarëve thotë në politikën në Maqedoninë e Veriut ndodh kjo gjë që kur janë opozit thotë janë populistët më të mëdhenj, janë adhetarët më të mëdhenj, patriotët më të mëdhenj dhe sa herë që bën në koalicion dhe futen në qeveri janë pikërisht njerëzit që i tradhtojnë interesat e shqiptarëve. Pra në pak fjalë, ma përmbledh dot valla kush po ja fut. Në pak fjalë tu po ja futet Edi Rama Albin Kurtit. Nëse do me i feli. Pra kjo është luftë e Edi Ramës me Kurtin dhe proksi janë studentët. Po. Mishi për toplet. Po. Jo, studentët përfitojnë atëherë në këtë rast, po këtu ka vetëm një... Je dakord me Marsidin? Jo, në çdo ndiku. Dale, se kur thot Marsidi Edi Rama, është Edi Rama nëpërmjet Ali. Patjetër, ne po e dëgjoj. Dhe kjo është lojë e Ramës kundër Kurtit në fund fare. Që të kthej edhe herë në skenë Ali Ahmetin me shok. Po Rama e para i herë tek vlen tek ky koalicioni Albin Kurtit. Po. Në krye të Vlenit ka njerëz që kanë qenë në krye të Ali Ahmetit, që janë ndarë dhe kanë ikur atje. Pra nuk ka të vjetër tre. E para, e dyta, Rama mund t'jetë i paaft për të qeverisur, për të bërë shumë gjëra, por për të arritur objektiva të tillë ka treguar që është prerë i aftë. Dhe në këtë rast nuk mendoj se është Rama, sepse po t'ishte Rama doja kishte arritur. Rama këtu i bie që ka dështuar, sepse ata të Vlenit me Mickovskin, me kryeministrin, kanë arritur një marrëveshje që për 3 muaj kjo gjë e zgjidhet. Kështu që Rama praktikisht i ka ngritur një top atyre të Albinit që ata të maksimizojnë votën, jo të ndihmojnë Ali Ahmetin. Kështu që këtu nuk më rri mua që është Rama, nuk është Rama. Edhe kjo që ndron që thotë Flogreti, hallën. Atë kush është ose s'është Rama? Atë se kush është? Sepse të preashtosh dikë tregon që ke një tjetër, që është aktor. S'mund ta lësh vendin bosh. Dëgjoj se di Ministri i Drejtësisë në Maqedoni është Igor Filkov, i cili është nga Znami, dhe po ta shohësh me kujdes, qeveria është qeveri koalicioni. Në qoftë se ka lëvizje në koalicionin qeveritar, do të ketë gjithashtu edhe mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Çështja mund të zgjidhet, por duhet ka një përplasje brenda kabinetit qeveritar. Pra çështja e brendshme spari në qeverinë e Maqedonisë, që vjen më pas edhe aktorë të ndryshëm mundohen që ta shfrytëzojnë. Pra kush po luan, kush është mbrapa, kush është mbrapa kësaj që po shohim ne tani, mbrapa këtyre i po shohim? Të gjithë aktorët e mundshëm. Jo, se të lutem, të gjithë aktorët e mundshëm. A do të ta shpjegoj shkallë? Sa Maqedoni bie që po i fusin shkopin në rrota Mickovski. Por më fal, kush përfiton nga kjo protestë në fund fare politikisht? Asnjë. Nëpërmjet shqiptarëve. Si asnjë ose? Asnjë përfiton. Ora kush tenton të përfitojë, mos e mbase vërtet në fund. Të gjithë tentojnë të përfitojnë. Po këtë pra po mundohem të them. Asnjëri nuk përfiton, po të gjithë tentojnë të përfitojnë. Përfitojnë nacionalistët maqedonë të vëmëros. Sepse thonë që ne gjuhën thot nuk e rregullojmë. Është gjuha e 20%-shit, nuk quhet gjuha e shqiptarëve. Pra që me orin ne quhemi 20%. E dyta, kemi 3 universitete, kemi 2 shtetërore, 1 private. Tani provimin për farmaci, për mjekësi, për stomatologji, do shkosh do japësh maqedonisht. Unë s'di maqedonisht. Pse duhet mësoj? Do ta jap në gjuhën shqipe. Kam drejtën time të jap në gjuhën shqipe. Jam popullsi shtetëformuese. Këto i di të drejtat, mos më rritet drejtat. Po pra se është çështje e të drejtës, nuk është çështje nacionalizmi. Tani këto çohen, studentët çohen dhe thonë, zotrinj të nderuar, ne duam të japin këtë komisioni dhe ministri thotë se ka i teknikalitet. BDI-ja që bëri ligjin, futi 3 linja, 3 nene aty që s'duhet ishin futur. Se jemi shumë të zgjuar ne, siç janë atje janë dhe këtu. Ati thua është thjesht kaotik gjitha kjo. Po pra brenda ligjit për gjuhët, tha, do rregullojmë tha edhe se si të quhet policia. Ta shkruajmë me gërma cirilike apo me gërma latine. Do rregullojmë tha si të quhet ushtria, me gërma cirilike apo me gërma latine. Do e rregullojmë tha si të quhet edhe një gjë tjetër se e harrova. Tani kushtetuesja e mori në shqyrtim. Ngel kjo në shqyrtim, Mickovski thot do e zgjidhim shumë shpejt, çohen këto tani dhe thot, po qese ti thot nuk bën shqiponjën thot, nuk je shqiptar thot. Se ne thot gjuhën shqipe. Kush i thot?
Po këto që dalin këtu, ca dalin e këtu, ca dalin atje. Dhe fillojnë këto Mos u merr me këto mos me këta idiotë. Ta shpjegoj. A mund të mangësh pak nivelin e analizës? Po pra, niveli i analizës ka të bëjë me këtë. Ai që del dhe thot se ky guri, ai shpendi, kjo drasta etj. Po pra, dhe këtë po mundohem të. Kjo zgjidhet shumë thjesht. Patriotizmi ka të bëjë me një gjë shumë thjesht. Në Maqedoninë e Veriut, për çdo 10 euro që investohen, shkojnë 2 euro në një komunë shqiptare, 8 në një komunë maqedone. Për çdo 10 të punësuar në një strukturë sigurie dhe inteligjence, 1 është shqiptar, 9 janë maqedon. Po ne jemi shtet formues. Tani ne edhe gjuhën, kemi gjuhën e 20% që të po të them. Kush e shfrytëzon këtë? Edi Rama thot, dëgjoj thot se pa mua thot pa patriotizmin tim se ne MBE ju pas nesh, ne pas jush etj. Dhe del Edi Rama dhe merr këto të PS-s dhe i thot, shkoni dhe te protesta në shesh thot. Se aty në shesh të tregoni thot që ne dhe ju Prish muhabetin tani. Pra, mos është drejti ku ishte protestë, po i thua mos e prish muhabetin. Po e bën ja një sekond, s'ka që se duan nga ndonjëherë. Sepse Rama i thot tani unë kam problemin me vlenin e Albin Kurtit. Albin Kurti thot unë jam baraktar në vete, thot Albin Kurti. Se unë kam vlenin, thot e kam brenda në qeveri me Mickoskin. Mickoskin është totalisht i lidhur me Serbin. Dhe korridori 10 është korridori midis Greqisë dhe Serbisë. Dhe Greqia dhe Serbia janë të dyja kundër krye këput korridori 8, që ka lidh Shqipërinë me Bullgarinë. Dhe Maqedonia kthehet në nyje kryçale. Se thua i revoltuar të. Po pra, pse e themi revoltuar? Se kanë 1 shekull që bëjnë njëjtën gjë. Dhe në 1 shekull nuk bëhemi dot 2 bashk për ta zgjidhur lloj problematike. Se thua i revoltuar më burr. Po i revoltuar pra, se 1 shekull. Revolta jote nuk më duhet mos. Pra 1 shekull. Përgjigjja jote inteligjente. Po pra, përgjigjja ime inteligjente është. Me këtë protestë. Përgjigjja ime inteligjente. Kush organizon që nuk e nxjerr fytyrën? Dhe kush përfiton në fund? Organizimi është totalisht genuin, është i njëjti proces. I thua genuin. Okej, pa iku mbaroj. E shfrytëzojnë të gjitha palët. Lapaj ti si thua valla. Marsidi e tha, tezën e vet. Flogerti e tha, unë them Sebi thotë genuin, ti vetë si thua për ta mbyllur se do filloj me paketë me maleve. Unë i përshëndes dhe i përqafoj të gjithë studentët shqiptarë që po luftojnë për gjuhën e vendit am dhe gjuhën e nënës tyre. Po pse se ngrëmshi nivelin e bisedës më? Po më lart se kaq s'kam ku ta ngrëh tani të rritë merre mund tani kush i flet. Ata po kërkojnë gjuhën, më gjuhën e nënës. Buk, ujë. Gjuhën e nënës më. Kjo s'mund të bëj politikun këtu më me. Po nuk është përkundrazi. Të thua është politik. Nuk i unë fare, more, jo. Ndërsa, po do duash. Ata protesta është e drejtë. Po kush ta që është e pa drejtë, mo? Në faktin nga një që është e pa drejtë. More, të njëri ti këtu ta vejnë dyshim. Kush e ndez? Unë e veri kush e ndez dhe për çfarë qëllimi? Studentët. Nuk i futesh fare ti, nuk ke dyshime fare ti. Fare, unë gëzohem që të lindur të 20 viteve të fundit Maqedoni, madje të lindur pas luftës së 2001-shit, marrin iniciativën dhe luftojnë prap për gjuhën shqipe në një dimension tjetër. Shqyr kësaj here pa armë. Shqyr kësaj here me protesta. Kështu që unë gëzohem për këtë, që shqiptarët nuk e humbin ndërgjegjen kombëtare, luftojnë. Kjo është fantastike. Si jemi kundër kësaj asnjë nga ne. Lesa, më u tha. Edhe më nuk do ta thotë për e vet. Mbas edhe nuk e di vërtet Oretiku. Nuk intereson atë pjesë. Nuk e di më jo. Fare nuk jam marr fare realisht. Është gjeopolitikë rajonale kjo, nuk ka lidhje, nuk ka. Geopolitikë më të kërkojnë gjuhën tonë, unë te kushdo që kërkojnë gjuhën shqipe të flitet do vetë ta mos. Vetëm shqiptarë kërkojnë gjuhën e tyre, në çdo ka cepa të botës. A do ta kumullosh unë për rrafë protesta? Ore po, le të ngrihemi çik lart më burr, mos shohim vetëm kotesin këtu. Unë jam analist o Arian tani. Bravo, po ndërkohë mos harroj që ka politikanë dhe lidera, të cilët dinë të bëjnë analiza. Unë këtu të ftoj. Po mi më unë po e thash mendimin tim. S'po thej gjë. Po dakord o këtë. Vetëm ata kanë drejtë tyre. E vlerësoj një. Kush e ka organizuar Arian? Organizon faktori shqiptar kundër faktorit grek, e beson? Tjetër tani, Po hapra tani, do një hipotezë. Faktori shqiptar kundër faktorit grek. Po pse kundër? Sepse Greqia dhe Serbia aktualisht kanë krijuar një aleancë të pathyeshme me njëra tjetrën që po bllokojnë faktorizimin e shqiptarëve në Ballkan. Sot faktori shqiptar po bëhet bashkë me Albin Kurtin dhe Edi Ramën dhe po i kundërvihen faktorit grek dhe serb. E beson këtë gjë? Po se di pra du jap. Po ja pra t'jap një pistë. Po nuk kam arsye të mos e besoj. Kjo është pistë geostrategjike. Po zotëri, nuk kam arsye të mos e besoj. Maqedonia është nyja gordiane. Më bën kurioz. Unë dua të kuriozohem, Maqedonia është nyja gordiane e Ballkanit. Është nyja më e rëndësishme. Një nga arsyet e ndërhyrjes NATO-s. Maqedonia e Veriut do të thuash. Urdhë? Maqedonia e Veriut. Maqedonia e Veriut. Është një nga po kemë një hije gjaku, është një libër që e ka botuar studiuese greke dhe tregon shumë qartë këto prallat e grekëve që kanë kokë për Maqedoninë. Tani kjo protestë lidhet me to që thua ti, kjo protestë lidhet me. Tani po pra ja po
t'jap unë një pistë. Po ti mund të japësh shumë pista, po e ke Po do gjë strategjike pra. Po nuk e dua kotun. Për mua është gjenuine tash, është gjenuine. Ti e do se s'bën me një gjë nga Nuk e dua pse se s'bën vlla, e doja nga tiku, jo nga ty. E do me një gjë. Me ty s'kam asgjë se ti je në rregull vlla. Okej. Shiko, ti je brenda punës tënde. Tiku mund të ishte edhe analist, përveç se politikan. Unë e thash atë që mendoj. Okej. Unë pres nga tiku, jo nga ty. Ti vlla je brenda detyrës tënde dhe bravo të qoftë. Kalote kjo jona këtu që të thot tiku, se për ata atje, po ta them me njerë, unë jam me të dy duart në çdo mbështetje. Nuk i hyjun politikës brendshme. Po ka që tha Flogerti që foli si Adriatiku kallë se po kjo analist bëhet ky politikan. S'do t'i lëshoj vendin, si duhet. Ja urdo. Ja, për fund. Se për ta thyer pak, se ora 11. Kur flet ky vë pikën, shok. Marsit Gupi, zonja Zotrinj, Marsit Gupi është avokat analist. Ka mbaruar ligj filozofi, është brillante kjo pjesë. Në emision shpesh në ndihmon sepse na rikthen në antikitet dhe na mëson, na ka kujton se çka ndodhur atëherë në fakt nuk është se kanë dyshuar gjë, thjesht shfutur iPadit dhe iPhone. E vërtetë. Dhe Infrastruktura, kaq. Dhe AI, po. Dhe ndërkohë Sebi është gazetar plus në MCNTV, mund ta rishikoni speechin e paparë të Sebit vetëm pak minuta më parë që bërin këtë emision. Flogert Muça është specialist në komunikim dhe ka një portal që quhet Lexo.al, gazetari i vjetër. Ora është 11 pa 1 minutë ose 22:59 minuta Ledio. Ky është momenti dhe mu Ledio. Bravo. Të kaloj. Përse tiku kërkon prag për zgjedhjet? Është pyetja në ekran zoti Lapaj. Misteri. Përse tiku kërkon prag për zgjedhjet? Po nuk është se, domethënë kjo është ta kufizosh argumentin. Mirë, është tregës si ti thua. Jam dakord, më nuk thash. Prandaj jeti këtu pra i ta elaborosh. Jam dakord, më është Pra, flasë mirë për këtë, Agron Sheja që kisha në studio javën e kaluar dhe që e kisha dhe më tha, po të martën ishte më duket, apo të mërkurën, se mbaj mend, o të martë o të mërkurë. Tha, a i mendonte në fakt, dhe nuk është i vetmi që Lapa i tha, për mendimin tim, bile i vazhdon të Lapa i akoma, nuk e thot me lë, i kam thënë 100 herë, o Agron, e ka me lë. Pat keq që ka, pat. Po e di, po vlonjatës zakonisht, lën e bëjnë lë, vlla, gjithmonë. E kanë zakon. Vlonjat jam unë. Vlonjat është... Lën e bëj lë. Ti si e vlonjat? Jo, unë jam vlonjat. Unë jam nga Vranishti i Vlorës. Jo, ti je nga Progonati. Jo, unë jam nga Vranishti i Vlorës, pastaj ajo zone Kurveleshit, tjetër historisi kanë lëviz, ka dhe në Picar Lapaj, e kanë... Nuk e bëni lë? Lë. Ti thua bën me qëllim ai? Po nuk ka rëndësi mës. Ti spjerd nga këto, e këtë mirë të pjesë që ti nuk kompleksohesh fare nga këto gjëra. Dgjoj, ai më tha, Lapaj që është lojë e Berishës kjo tha vlla, s'ka mundsi, ose është naiv ta, ose bën lojën e Berishës. Po pse mor ti Agroni tash mendon kështu? Ai ka dalë hapur i thash unë, nuk kurse po e bën fshehura. Si mundet tha një parti tha, sado kushdo i tjetë Adriatik Lapa i unë tha, të kërkoj tha, se mirë tha dakord tha, me që se i thash unë, se ka parë ky se ishte jashtë. Tash zotëri. Ai i thash unë, do vite unë, javësia dhe do na i thot i thash tamam. Ja sa janë pragjet reale në rrethet në këto zonat e tjera, përveç Tiranës. Në Tiranë nuk ka prag se ka shumë popullsi. I thash unë, Flogert. Po. Dëgjon ti se. E ndoqja. I thash unë, pra pragu i thash unë ekziston dhe tani, bile është shumë më lart se 4. Thash unë, pse ndruheni ju i thash, pse keni këtë merak? Tha, pikërisht tha. Dakor tha. Po me që është kështu tha, Adriatiku tha, po na thot tha që të vën prag dhe Tiranës që s'ka. Jo, s'është e vërtet kjo. Po nëse se unë. Po si s'është e vërtet, po, në që se ndro sistemi, bëhet sa proporcional kombëtar dhe bëhet pragu 40%, Po. do ketë për Tiranën prag apo jo? A mund të ta shpjegoj? A s'do ketë për Tiranën? Të ta shpjegoj. Okej, Rand kombëtar pastaj, është e gjithë Shqipëria një qark. Po pra. Le ta shpjegoj. Shiko. Unë sot dhe në gjithë këtë rrugëtim flas si drejtues i një lëvizje politike që nga rezultatet e 11 majit është renditur forca e tretë politike në vend. Dhe më duhet të adresoj edhe vullnetin e tyre. Ne kemi marrë zgjedhjet e fundit 80.600 vota, nga të cilat 64.200 e ca të vlefshme, mbi 16.000 e ca të pavlefshme. Tani, po e shpjegojmë këtë punën. Nuk është vetëm çështje një sistemi që propozojmë ne që të ketë prag. Tani mund bjem dakord për disa gjëra? Si mendoni ju? I duhet vota jonë Sali Berishës dhe Edi Ramës për të miratuar kodin? Jo. Po ata i kanë votat. Pse më unë e kam në do? Legitimiteti. Legitimiteti, që thoni ju, po vim ta shpjegojmë. Tani,
Sa pragje ka Shqipëria sot? Mund të më thoni ju, zoti Flogert? Sot, me ligjin aktual, sa pragje ka? Ka një prag që të fillojnë të numërohen votat një herë. Pra, të marrim një shembull konkret. Po. Marrim Vlorën. Ti garon Vlorë dhe merr 10.000 vota. Për të dalë deputet të duhen 8.000 vota. I more 10.000 në Vlorë. Del deputet ti? Jo. Çfarë të duhet tjetër? Pra pragu i Vlorës është 7.5%. Po. Tani përveç Vlorës, çfarë të duhet përveç 10.000 votave? A të duhet dhe një prag kombëtar 1%? Po, dhe ai. Që të shkosh 17.000 vota, 16.000 sa? Pastaj ne madje kemi dhe prag të tretë që kemi dhe këtë hersin e famshëm, e kemi patur. Ka qenë Brenda diku. partisë ajo pastaj. Pra Arjan, më ndiq. 3 pragje. Sot, Ishim me 3, jemi me sot, për të marrë një deputet në qarkun e Vlorës, pragu është, ja po ta gjejmë Vlorën, Ke ardhi përgatitur sot? 7.69. Shikoj këtu. Pra nëse ti merr 7.69% të votave në qarkun e Vlorës, ti merr një deputet. Por që ta marrësh të deputet, pra mirë, po more 8% atje, që ta marrësh, nuk të mjaftojnë vetëm votat e Vlorës, mo, Duhet 10.000 vota. 1% që kombëtar. Të duhet dhe 1% që kombëtar. A duhen 18.000 nëse votoj një. Pra të duhen 2 pragje. Pra sot kemi 2 pragje. Kemi një në nivel zone dhe një në nivel kombëtar, se këta thonë vetëm këtë kombëtarin. Po që të arrish te pragu kombëtar 1%-shi, duhet kalosh një pragun e qarkut, mor. Qartë. Atëherë po e marrin, më ndiqni me vëmendje. Këtë i ke shpjeguar ti? Jo, po dale në televizor, am ke thënë duhet i thuash gjithë. Bravo. Këtë jemi dakord. Tani, qarku Vlorë sot e ka pragun 7.69%. Po. Pra të marrësh një deputet, duhet të marrësh mbi 7.69% votave. Qarku Dibër e ka pragun 16.67%. Qarku Lezhë, për të nxjerrë një deputet, duhen 12.5% e votave. Në qarkun Fier, duhen 5.88% për të nxjerrë një deputet. Po. Në qarkun Elbasan, duhen 6.67%. Në qarkun Korç, duhen 9.09%. Në qarkun Durrës, duhen 6.67%. Në qarkun Berat, duhen 12.5% e votave të nxjerrësh një mandat. Në qarkun Gjirokastër, duhen 20% e votave, 20% pragu. Po normal. Në qarkun Shkodër, pragu është 8.33%. Në qarkun Kukës, për të nxjerrë një deputet, duhen 25% minimalisht. Janë dhe pak deputet. Tani, të lutem, në 11 qarqet që të numërova. Me ndërhyrje, me këtë sistem po të bëjmë llogarin, Do vi. me këtë sistem po të bëjmë llogari, do ishin ndjekur 200.000 vota të 3 partive të reja dhe Tom Doshën. Ta mbaroj unë- Përse ja do kishte 87, për ja do kishte Ta mbaroj 53. unë këtë tani, se ky llogari. Ky argumenti është argumenti. Jo, është llogari Është tiku. shterp. Është llogari. Ky është si ato delet shterp në vitin e 4 të tyre. Unë siguram argumentin të dështoj sistemun, ti po i bën këto lëvizje se dështove me protestën tash i thua këto. Unë sumuram me ty personalisht. Po dakord, pra unë them llogaria që po ti bëjmë kështu, del që do merrim më shumë mandate. A ta mbaroj? Tani do të bëjmë debatë, por. Po mirë, të mbaroj këtë logjikën njërë, pastaj debatin. Të ngeli një pra. Po të them, Por të ngeli një tjetër më në fund. në 11 qarqe të Republikës, pragu si që pat është dukshëm mbi 4%. Tu jemi dakord me këtë që thot? A, është e vërtet kjo? Është e vërtet? Po. Po më ja ku janë? Tu s'ka debat. Vim në Tiranë, pragu në Tiranë është 2.63%. Po këto janë, nuk janë deklaruar në ligj këto? Pra pragu te ky ligj aktual që është. Është në raport me numrin e votave që marrin pjesë në... Po, shënohet për shkakun Jo, këto jo, ndryshojnë nga zgjedhje në zgjedhje, po këtu vërtiten. Plus minus. Po, mund të jenë çik më të mëdha. Ky është kur pragu numri nga- votuesve është më i vogël, mund të bëhen çik më të vogla. Para numri fal, votuesve. për shembull, Kuksi, për ta shpjeguar për njerëzit, Kuksi ka 2 mandate. Sa ishte Kuksi o Tiku? Tani 3 mandate, më fal. 25% dhe ky është dhonti, është mandati i fundit, se mandati standard në Kukës do 33%, por ne kemi marrë mandatin e fundit, betejën për sipas formulës të Dhont. E kuptova. Më kupton? Është ajo honti Raporti të mëshëm, po. popullsi Tani, E di. cila është çështja tani? Siç e pat në 11 qarqe, duhen jo 4%, po duhen shumë se 4%. mesatarisht 12. Duhen shumë se 4%. I vetmi qark që duhen poshtë 4% është Tirana. Po, se ka popullsi më të madhe. Ka më shumë votues. Po, tani, Po. unë dhe ne nisu nga të dhënat elektorale, po të them që ne, zotri, në qarkun Korç, kemi marrë 6.000 vota, kemi marrë mbi 4%, 4%, 4 piksa, nuk e di, dhe nuk kemi nxjerrë mandat, po. Ne në Berat kemi marrë 7.6%, nuk kemi nxjerrë mandat, po. Ne në Fier kemi marrë 5.1%, nuk kemi nxjerrë mandat.
Ne në Vlorë kemi marrë diku te 8%, nuk kemi nxjerr mandat. Qartë. Pra ne kudo kemi marrë shumë më shumë se 4% dhe nuk kemi nxjerr mandat. Dhe nuk përfaqësojnë 9267 qytetarë në... Dhe në interesin tuaj është që... Së drejtës, jo tonë. Por jam dakord me Tani, pse lufta është, të lutem, Pritem dhe do jap ty fjalën më një. ky sistem që kemi aktualisht i shërben vetëm atyre që garojnë në Tiranë. Për mua Republika nuk është vetëm Tiranë. Për mua dhe ne, Republika është e gjithë Shqipëria. Se nëse ne pranojmë si të shëndetshëm sistemin aktual, i bie që e gjithë lufta e partive politike të reja u bëka të fusin 1 ose 2 mandate në Tiranë. Se në kukës ti me 25% nuk ka birrënë të fus mandat me këtë sistem. Në rregull, tani, si do të adresojmë ne votën e qytetarit Kukësit, si do të adresojmë ne votën e atit Korçës, atit Fierit, atit të Lezhës, atit të Beratit. Pse, për çfarë hymë ne në garë, vetëm për Tiranën? Po nëse ti hyn në garë vetëm për Tiranën, atëherë nuk i shërben interesit Shqipërisë dhe ndryshimit të madh. Se që të mundësh Ramën duhen 51%. Si do e mundësh Ramën me 51% ku nuk mundot 4%? Dhe e dyta, nëse ty në këto zgjedhje dhe merr 3%, apo 3.5, apo 4%, dhe pas 4 vitesh, ti prap qëndron aty ose nuk merr më shumë se 4 dhe nuk rritesh, do të thotë që nuk i vlen interesit publik, se jeta është edhe në kohë. Se mos do presësh ti vitin 2100 që me ritmin e breshkës të arrin ndonjëri nga net e qeverisja. Ti në vitin 2100 ka vajt Barilis, edhe mua bashkë me ty. Këtu jemi dakord. Po je dakord, kjo është çështja. Tani, problemi është se do i dëgjova një ditë detraktorëve tu që thonë që pse e vë Pragun në Tiranë. Nuk e vën. Të lutem. Po ti ke marrë iniciativë. Jo. Po zoti, a ke propozuar ti? Jo, shumë e rëndësishme ta theksojmë këtë. Po. Zoti Asimja me grupin e intelektualëve që morën një iniciativë, organizuan disa tryeza që ne nuk kemi shkuar. Nuk kemi shkuar për këtë arsye. Ne thamë, nëse nuk ka një gjë konkrete, për çfarë ulemi? Dhe thanë na dërgoni propozime, jo vetëm neve, të gjithëve. Ne u ulëm, shkruajtëm një propozim dhe e dorëzuam. Tani këta të tjerët, unë nuk e marr vesh. Çfarë punë kanë këta që rrinë e mallkojnë nga mëngjesi deri në darkë ne, ndërkohë që nuk shkruajnë një propozim dhe ta çojnë. Po ta shkruajnë morzotri dhe ta çojnë me 1%, me 2%. Unë do i ndaloj këta. Çka kam unë në dorë për t'i ndaluar këta? Ne kemi çuar me 4 për 2 arsye. E para njerë që t'jetë i pranueshëm dhe nga palët e tjera, se nuk t'jetë i pranueshëm nga palët e tjera? Po se, në fund ditës votat i ka PS-ja me PD-n për ta bërë kodin të thekë. Po çfarë interesi ka PS-ja me PD-ja që ty të hysh që të kesh më shumë deputet? Se nuk është çështja të hymo, çështja është krijohet gara në funksion. Ore, nuk e mbrojnë dot këtë sistem që është sot as ata që e bën mo. As Berisha me Ramën nuk e mbrojnë dot më këtë mo. Se mban erë mo, ka qelp dynjan ky sistem. Tani unë po të them, zotri, ne kemi propozuar një draft i cili po ta marrësh, se qytetarët duhet kuptojnë që kur bëhet një zonë gjithë vendi, probabiliteti që të marrësh vot rritet. Dhe sa e ka Kosova Pragun, e dini ju? Me një zonë? 3 më duket? 5%. Sa e ka Gjermania, që e ka me lande, po lande të mëdha, sa Shqipëria një lande. Sa e ka, e di? 5%. Po Kroacia, e di? 5%. 3 Greqia, por Pragu Greqisë është në 4 zona. Një zonë e Greqisë është sa Shqipëria mesatarisht. Dakord, e kuptova. Nuk është një zonë elektorale Nuk është një zonë elektorale gjithashtu? Jo, është në 4 zona, por një zonë e Shqipërisë është, Italia ka në 12 zona, po një zonë e Italisë... Pasha ka dash ta bëjë si Greqia. Një zonë e Italisë, Greqia ka një hall tjetër se ka primin dhe ajo nuk është gjë e mirë, po një zonë e Italisë... Primi që është që i pari i merr bonus mandate. 5% ju ajo? Po nuk është amo se nuk prodhon demokraci reale, më kupton. Në këtë fazë që jemi ne nuk është, ndoshta pas 20 vjetësh mund të jetë. Tani, a e kemi deklaruar kudo që Kosova ka një sistem, të gjithë e thonë, Kosova ka një sistem elektoral që përfaqësohet, ka debat, ka... Ky që kemi propozuar ne është sistemi Kosovës. Nuk e propozuam, po nuk e propozuam me 5, e propozuam me 4. Po pse ne nuk e çuam me 2? Pse se çuam ne aq të ulët? Do ishte egzagerim. Morzotri, duke qenë kombëtar, krijohet partia e gangsterëve të Jugut, që konkuron përballë partisë gangsterëve të Shqipërisë Mesme, e cila haj natë me partinë e gangsterëve të Veriut, se cila kalon pragun 2%, fut nga 3 mandate dhe në fund të gjithë ju pastaj do çoni do thoni more Adriatik, po ç'na bët more, e kishim mirë se na kushzon qeverisjen krimi zyrtarisht. Po pse tani me sistem nuk ta kushzon thua? Unë këtë nuk e di sepse pra ajo që po të them është një gjë që krimi të fus deputet brenda partive aktuale dhe ti ke shans të votosh partinë tjetër, është një gjë krejt tjetër që krimi të kryoj partitë e veta, parti të veta. Ka tani në parlament krimi partitë e veta? Po krimi ka
X dhe Y përfaqësues në parti, po të them edhe një herë, kjo është për të mos lejuar këtë më. Me 4% nuk e lejon, është e vështirë. Krimi ka 2 partit kryesore në parlament. Mund të themi argument Po se them në De facto po flas. Zoti Çani, Po mund të dakord, themi po dakord. 2 partit ka. 2 partit kryesore i bie që gjithë elektorati voton 2 partit e krimit. Tani un po të them tani, Se në këtë situatë. a do flasim me këmbë në tokë, mos e me përprava kështu gjithë ditën mund të them unë. Jemi dakord me. Pra ajo që po të them është kjo, të lutem. Dëgjova në një nga deklaratat që thoshte që jo se pragu për koalicione do jetë më i lartë. Te drafti që kemi Ma propozuar. tha Arin Qori tu në studio. Te drafti që kemi propozuar, ne kemi propozuar koalicione të kenë 4% prag, sa që është për partit. Si një mundësi që njerëzit kur nuk e kalojnë vetëm, të gjëjnë fjalën dhe ta kalojnë bashkë. Dhe e treta, ne kemi propozuar që është shumë e rëndësishme koalicionet parazgjedhore, që në fletën e votimit çdo parti të jetë Që u njëndë. hoqën atëherë, Po, bam. të jetë dhe më njëndë, të marrë votat e veta çdo parti edhe pse mund të jetë pjesë e një koalicioni. Pra, bën 2 parti bashkë, qytetari voton vetë partina. Qartë. Dhe e katërta, ne kemi propozuar listat e hapura, që të ketë garë, që të ketë demokratizim të vendit. Tani, ky është drafti që propozojmë ne. Më thoni do t'ju mua dhe çdo qytetar që na dëgjon, si mundet të mos jesh dakord me një draft që e mesatarizon përqindjen e pragut në të gjithë vendin duke ulur në 11 qarqe dhe duke ulur dukshëm në 11 qarqe, dhe sigurisht që krijon një rritje të lehtë për Tiranën, por në rang kombëtar bëhet ulja totale. Po ti nëse nuk kalon dot 4%, po mirë more bëu me këtë, kalojni, bëheni bashkë. E po të gjithë kapural në nga një fshat e në nga një parti. Po të lutem tani, nuk ka nevojë Shqipëria për këtë. Të lutem. Çfarë ndryshimi ka bërë ky parlament sot? 1 apo 2 deputet të një partie që nuk kanë asnjë gjë në dorë. tani Të lutem, mund të them edhe unë argumentin tim sepse ta mbaroj, Ta mbaroj se s'o flasim të lutem, të lutem. Më thuaj një ligj të Edi Ramës sot që Edi Rama nuk e ka miratuar në këtë parlament. Më thuaj një nen të ligjeve të Edi Ramës që është ndryshuar nga debati parlamentar. Zero, e di. Tani më thuaj një projekt ligj të opozitës që është arritur të futet në debat parlamentar dhe të miratohet. Zero. Po atëherë çe duam ne këtë parlament që opozita nuk ka asnjë vlerë? Opozita? Çfarë? Jo, këtu kemi debat ne. Jo, një sekond. Opozita me mazhorancën sot janë, ja, si kjo. Unë flas për Mishi thoj, sistemi, parat, çdo gjë bashkë. Unë po them tjetër. Edhe ju jashtë. Unë po them tjetër. Ka më mirë. Unë po them që ne me votat që kemi marrë duhet kishim 7 deputet sot. Atë e kemi vullos gjithë. Po nëse ne pranojmë një sistem si ky që është, që thjesht adresoj Adriatikun aty të tjerë në parlament, apo ndonjë kryetar tjetër në parlament, dhe ndërkohë që nuk i ndryshon Shqipërisë perspektivën për të ardhmen fare, po hiç fare, atëherë këtu pastaj unë kam dyshimet e mia. Kam një pyetje. Kush i shërben kujt? Nëse thon për mua që po i shërben. Jo, nuk i shërben. Unë të them që shikojeni këtë punë se ndoshta po i shërbet sistemit nga ata të cilët bërtasin më shumë. Unë po t'jap një informacion që do jo. Argumente shumë i sinqert dhe shumë koherent. Mashti një info dhe bëj replikën ti. Adriatik, do të të bëjnë nderin e jetës 2 palët ty. Në kuptimin e narrativës, historitë do t'japi drejt, ata nuk do ndryshojnë asgjë. Kaq kisha, po ta jap si informacion. Atëherë. Ka më ndryshuar asgjë. Fare. Zero. Edhe Berisha nuk do të ndryshoj. Sigurisht që jo, më. Të vazhdojmë me sistem që jemi. Çfarë t'japi këtij Po këto rekomandimit ose bëjo dy apo s'kan lidhje fare këto. Shikon. Rregullojnë sa gjëra që nuk ndryshojnë thelb. Nuk ndryshojnë thelb. Ky është thelb. Kur nisa unë me ekipin të Berisha nuk e pranon këtë propozimin të? Kur e ka pranuar më publikisht. Atë, o Flokret. Në dietën time. Kjo është loja më burr. Jo, Adriatik. Një sekond. Ai nuk e pranon. Atëherë të Ai. Ja le Ramës. Rama pastaj ja le doktorit për gjëra të tjera. Ne kemi në dorë vetveten. Qartë. Ne kemi në dorë një herë ta çojmë. Ne kemi kërkuar që dakordësia që do bëhet një marrëveshje dakordësie të ketë në tekstin e vet draftin dhe shënimin në fund që ky do të jetë drafti zyrtar që propozohet nga opozita në tryezën e reformës. Kur do ndodhi kjo? Nëse konkludohet këto ditë. Dakor. Tani, nëse konkludohet. Tani më shumë se kaq ne nuk kemi çfarë bëjmë. Kush negocion me nëmjet kush ti vet që je kryetari i partisë? Jo, unë s'jam marrë fare, negocion sekretari i përgjithshëm zoti Elton Laska, avokat Elton Laska. Me kë po flet ai në PD? Jo, po flet me, nuk kemi pas kontakte në PD-n, ndërmjet si është Marasimja. grupi intelektual. Është Marasimja që po e koordinon të gjithën. Po. Marasit momenti jo sepse erdhi fundi i emisionit. Shiko, në logjikën time, në gjithë botën, numrat si mjete epistemike kanë një të vlerë. Pra njëshi është njësh, si në Indi, si në Kinë, si në Shqipëri, si në Greqi, si në Itali. Nuk ka njëshi i Shqipërisë me njëshin e Italisë të jetë ndryshë ose me vlerat e tjera.
Duke kapur logjikën e vlerës 4%, gjithmonë duke legjitimuar argumentin me idenë që mos preashtojnë të vegjëlit, tani edhe luanët edhe ujqit, po të jetoni me logjikën e deles, që s'do jetajnë mirë se do jetajnë bari, bjetë ngordhen. Kështu që të fortët nuk mund të pretendojnë të zvoglohen me idenë që të respektojnë doptit. Dhe demokracia ka pikërisht vlerën tek forca numerike. Pra demokracia funksionon dhe është tirania e shumicës. Përthyra që është bërë demokracisë nga post-strukturalistët është që janë dhe minoranca dhe duhet respektojnë minorancat. E din të mirë. E din që të mirë, dhe tash ka dalë ideja që është edhe me konstitucionalizmin që duhet të bëhen minorancat. Dhe kështu përfundojmë tirani minorancas. Pra me idenë që të respektojmë më të vegjëlit, duhet shkurtojmë më të mëdhenj. Se kjo, jo, demokracia është kush merr më shumë vota, kush ka më shumë forcë, ai komandon. Është dakord me këtë drejt. Jo, dali sekond, ta përfundoj. Po ta kapin tash me vlerën 4%, ti ku është në paradoks, se me 4% ti do të merr si mandat. Me vlerën 4% sot. Mund të përgjigjesh. Po prit, se ka qenë në koalicion dhe Tiku ka marrë 6.000 vota. 3.000 vota i ka marrë në koalicion me Nismë Thure nga Partia Ende Shabanit. Ti s'ke nga ta dish. Dhe po ta vesh me vlerën 4.000, po i ke numrat. Dhe po ta vesh me vlerën 4%, ti mund të marrësh në Kukës 5% dhe në Tiranë del me 3%. Dhe s'merrat si mandat. Ja ta them. Pra duke vënë logjikën, Shikoni njëri tjetrin te ekrani. duke vënë logjikën e 4%-shit, kjo herë në radhë parë është luftë horizontale, sepse duhet se s'bën të bësh një koalicion me një parti më të madhe, dhe vetë po niset nga pozitat që ka qenë Tiku Zjedhe dhe kalume nuk do kishte mandat. Atëherën kjo, duke nisur nga shkolla skeptike, me qenë se ke qef ta lidhet me antikitetin grek, dhe shkolla pikrisht e skeptikëve Piros të Eleas, 320-270 para lindjes Krishtit, ai ka qenë dhe në ekspeditat e Aleksandrit, ai thoshte nuk ka asnjë të vërtetë absolute, ishte kundër ideve të vërtetave absolute, dhe thoshte duhet jemi skeptikë ta pezullojmë mendimin, sa ajo që është e mirë për ty, mund të jetë e keqe për dikë tjetër. Kështu që s'ka ndonjë kështu procesi duhet të jetë vërtet absolute. Në këtë kontekst, ajo që themi është kjo që duke qenë se ky sistem i dha mundësinë partive të vogla, fakti që ti fut në lojë koalicioni mua bën tim skeptik që ti jetë marrëveshje ose je në një lidhje koalicioni me Berishën. Dhe do t'i preashtosh, do të bësh luftë horizontale, me Partinë Mundësia dhe me Lëvizjen Bashkë, ti nxjerrësh nga loja pikërisht për të faktorizuar vetë. A mundem? Interesant është si. A mundem? Tani, dëgjoj. Po. E kupton cilësinë e analizës të grupit vëlla? Shumë, edhe unë i dash drejt në disa pika, po duhet i jap replikën për pjesën që s'jam dakord. Po këtë të fundit, je dakord shumë? Jo, nuk jam dakord, ja po ja jap replikën. Po si më, çdo njeri e mendon këtë gjë. Po mi Tiku do të bëhet bashkë me doktorin, të zgjidhë lojë Gonshen dhe arrin doktorin, çka gjë. Është emerim. Ta mbaroj. Tiku do të bëhet bashkë me doktorin. Është politik. Atëre Tiku politik. I duhet që kur shkon në Fier te 9267 votuesit e vet, tu adresoj që po lufton fort që votat e tyre në vazhdim të përkthehen në përfaqësim politik. Edhe kjo qëndron tani. Kur shkon në Berat te 6200 votuesit e vet, duhet tu tregoj që ka luftuar fort dhe ka bërë çdo gjë ka në dorë që vota e tyre të dëgjohet herës tjetër. Kur shkon në Lezhë te 6000 votuesit e vet, në Elbasan 6000 votuesit e vet. Mos i merr të gjitha. Merat. Në Vlorë te 6200 votuesit e vet. Në Tiranë te 7000 votuesit e vet, 17000 votuesit e vet. I duhet ta adresoj këtë problem. Se ata ma kërkojnë mua, dhe unë në politik jam së pari të dëgjoj ata që më kanë votë besuar. Edhe këtu jemi dakord. Tani vim te argumenti që tha Gupi. Po. Shiko. E para njerë, unë të garantoj ty që nëse në zgjedhjet e kaluara do të kishte qenë ky lloj sistemi, ne do të kishim marrë shumë vota. Për këtë ti je i bindur. Pse? Shifra tregojnë gjë tjetër. Nuk është kjo pyetje. Të përgjigjem unë tani. Si i përgjigjesh? Po pra, do përgjigjem, do vi unë atje. Se pati ora më do bjerë gongu, do të emisionin. Ne kemi marrë... Ajo është e pret audienca. Ne kemi marrë duke qenë se në Kukës do 25% të votave... Po ti pranojmë këto hiqit, kaloj gjitha këto. Të lutem. Pezulloj këto dhe mu përgjigj këtu. Pezulloj. Je përgjigjen. Po ti përjashtosh nga gara partitë e tjera treja për faktin që desh koalicion me Berishën dhe ve këtë pra 4%. Je avokat, si je prokuror. Jo, avokat. Dale. Se është i senatit. Nga që jam avokat, nuk të ishte bësh televizje. Pra ta i shumë vëmend. Dale. Edhe pedagog tek Barleti. Jeni të ngjashëm. Po tani më dëgjoj. Jam edhe pedagog të Universitetit Barleti, që Aronda thotë. Qytetarët e ndershëm të Kukësit e dinin që Shqipëria bëhet i duhej 25% e votave për të nxjerrë mandat dhe çfarë bën? U stepën dhe i dhan vetëm 1% të votave. Ata të Beratit që ishin të bindur që për shkak të numrave në Berat do të dilte, i dhanë në Bashkinë Ndimal 15% lëvizjes Shqipëria bëhet. Tani ma shpjegon do ti mua si ka mundësi që në Kukës 1%, në Dimal 15%, si ka mundësi që në Dibër që është qark i vogël 1%, ndërkohë që në Konispol në qarkun e Vlorës 13%, në Saran 13%. Jeve përgjigjen, cila është? Përgjigja është kjo. Sepse elektorati në qarqet e mëdha ka pas bindjen që mandati merrej dhe e ka dhënë votën më lehtë.
Ndërkohë në qarqet e vogla për shkak të fragmentarizimit, ka menduar që vota do më shkojë dëm dhe kështu që sa do i mirë është Adriatiku nuk po e jap. Qartë. Me një zonë gjithë Shqipëria, si ai në Kukës, si ky në Tiranë, si ai në Janë njësoj Konispol, po aty. janë njësoj dhe ai që të do të ta jap se e di që do përkthehet në Ore, logjika është Edhe diçka, saktë, dhe unë do përqej logjikën e tikut, po do jap një këshill. Nuk e do Do ma loj se kam jo më prit. Pra, në interesin e ti politik është e saktë. Dakor, prit pra interesin e ti politik, po ka një paradoks. Nuk përgjigjet, por... Jo, përgjigjen e tani. fundit, ja do të përgjigj Tani direkt. vetëm t'jap një këshill para se të më japësh përgjigjen. E bëre një koalicion dhe ngrej goditje poshtë brezit me Indër Shabanin. Doktori është tjetër kalibër. Nuk t'jep goditje ku mund dalësh i gjallë, t'jep goditje fatale, po futen koalicion. Kështu që ki kujdes nga misht, ki parasysh kur futesh koalicione me kë futesh, sepse mund përfundoshje. Sepse gropën që jap tjerëve mund biesh vetë. Sepse puç Rama Kosta gupi, por në fund Kështu që Ermal Asim ja mund t'i dha gjendi doktorit që po ju hap gropën. Kujdes me negocimin. nuk ka lapa i Berisha, harroj. Sipas grupit, partia e vetme që i ka pas vota në zgjedhjet e fundit për të kaluar pragun vet, u dashka të bëj koalicion me një tjetër që të kaloj pragu. Pra ti thua nuk do bësh koalicion. Unë po të Jo, them do bëjmë qartë, koalicion. ky sistem, të lutem, më dëgjoj tikun. Ky sistem është mundësia më e mirë, realisht, jo për ne sot, se ne po nuk e kaluam 4% që nuk jemi për këtë punë, edhe si jemi. Qartë. Edhe këta tjerët. Po pse mos e kalosh dhe 25% në Kukës, po Është mundësia, tani prava me mbret mund të themi gjithë ditë. Kaloj, i forti duhet bëhet i fort. Kaloj edhe 25%. Do ma lësh tani se, po ti po e di si kalohet, bëj një parti e bëj, o burë e kalohet. Pa merak, po do vi dhe mua koha ti Gjithë trima. i dole 15 vite me ida bërë parti. Ti bëj dhe 15 vite do e kryoj dhe një parti. Atëre besoj 15 viteve të mia se nuk janë krejt pa eksperiencë. Mos shit tradhtin e një njeriu Dakor, se cili ka fatin në vet. Tani, Çuna pse nuk gjeni rrugë në përbashkët të bashkoheni, më po doni të bëni partie. Na duhesh dhe ti. Na duhesh dhe ti. Do ma lësh ta mbaroj. Ai shikon si beson ta vazhdinës, nuk ka pirë se lita. Do ma lësh ta mbaroj. Se s'ke pilluj fare. A do ma lësh ta mbaroj? Si beson nga Po e ashtu. lini të flasi, vlla. Shiko. Ky sistem që propozojmë ne Që është gubjov kaloj tani. është një shans që i jepet politikës në Shqipëri, që ku ma gjend të miratohet, që i jepet politikës... Është vetë si doktorit, s'piuj. Ma, si që është shuri se... E diç. Djem të ri, gaz dhe are paqë. Jo, më di që humor ka dhe herë. Ka një humor. Unë jam i lumtur kur qeshin njerëzit po. Do me thënë, unë dua të bëhem si ata që A mund t'i përgjigjesh? nuk qesh dot gjithkohë. A mund t'i Po se përgjigjesh? ke dhimbjet e shqiptarëve mbi supet ti po. Do bësh koalicion me Berishën apo jo? Unë u përgjigjem. Jo. Ne jemi vetëm një parti që në bazë të rezultatit Atëre, fundit kalojmë pragu. Zotri, dashur po dashur me një logjikën e fortë që ke ti, të bie argumenti. Jo, nuk mbie s'pak. Po s'do bëjmë me Berishën, po ta thot më burr. Pra nuk kam plan fare të bëjmë Po pse e Berishën. fut koalicionin pra zgjedhor? Ja, po ta them unë, sepse heqja e koalicionit parazgjedhor është krimi më i madh elektoral që ka ndodhur shpërfillon. Po pse duhet të besojnë kur thanë zgjedhje që ne jemi ndryshe ata të tjerë donin që si ishin ndryshe? Uzim për një mandat. Pse duhet t'i besoj? E kupton çfarë thotë ky sistemin, sistemin. Edhe ajo që thotë është retorik. Me avokate. Ka tre dy shoj. Kjo është retorikë. Ka dy shoj, ai po bën avokat. 2008 dhe heqja, jo, 2008, jo, një sekond, 2008, s'kam fol fare. Hajde bëj zhurmë, Një sekond. Hajde. Bëj zhurmë ka Gert, bëj zhurmë. Se kjo logjika Jo, se bie ke gabim, jo vazhdo. Kjo logjika, Kupi ka drejt. kjo logjika, kjo logjika, Mbaron për 5 minuta emisioni. Jep ta them një gjë. Jep. Kjo logjika që thot Marsiti se Se nuk piuj më burr. absolutja, relativja, minoriteti, demokracia, kjo nuk vlen. Pse? E para fare, po nuk vlen për ata nis. Demokracia s'është tirania e shumicës. E para fare. E dyta, nuk është as tirania e minorancës. E treta, jo po jemi strukturalist apo post-strukturalist. Nuk vlen as kjo. Pse? Në 2008 është Jeri aposhtë. Po pra po, ja ta them unë si i vet. Në 2008 është ndryshuar. Duke rënë vetë poshtë. Është ndryshuar kushtetuta. Në 2020 me bekimin e amerikanëve u ndryshua sërish kushtetuta. U hoqën koalicionet. E njëjta që ka ndodhur në Bosnjë. Kjo lloj gjëje i jep Partia Socialiste në tavolinë zgjedhjet. Dhe Partia Demokratike e dinte shumë mirë këtë lloj gjëje. Tani po bëhet një gjë shumë e thjeshtë. Duket sikur po të shkosh me PD-n je me zgjebe. Nuk je me zgjebe. Edhe sikur të bësh koalicion me Partinë Demokratike. Ermal Asimja ka drejt, Altin Gjeta ka drejt, ky ka drejt, çdo kush ka drejt. Altin Gjeta kush është? Ai një nga intelektualët që është nismëtar të kësaj lloj gjëje. Dakor. Ne po shkojmë në front. Fronti për të mundur pushtetin zgjerohet. Në qoftë se në 2013 tha do të marrim të gjithë qelpsirat, sot do marrim gjithë virtytshmit kundër pushtetit. Të gjithë të virtytshmit, të gjithë intelektualët
kundër këtij pushteti që varfron dhe vjedh. Që do thot pak a shumë. Kjo që thot Lapaj është shumë e drejtë. Në qoftë se ti afron, bëhesh një zonë zgjedhore. Në qoftë se ti shkon në qoftë se shkon dhe përafrohesh me Kosovën. Në qoftë se ti ndërton të njëjtat parametra, në qoftë se ti hap garën për këtë lloj gjëje, në qoftë se ti shkartis letrat për këtë lloj gjëje, nuk merresh me poststrukturalizmi, merkantilizmi e trampizmi etj etj. Hap garën për veten tate. Kjo është çështja. Ne vjo pika për Stefin. Pika për Stefin plak kriz. E gjetë deputetin e dytë. Mera. Është i madh. Ja, vdes të shpërthimet e këtij unë, i dua shumë. Sa i mirë që është, marr sa e dua këtë djalë mordi. E kam shumë xhank të njëri, Shpërthimet e tij janë genuine, janë pa para. Po vlla, Po çfarë perle. unë di them që ti ku gjeti deputetin e dytë. E gjete. Ti ku para sa mbyllim paketë marrave do mbetet për një herë tjetër, kur të mblidhet temat e referendumit. Është e rëndësishme vetëm këtë. Ditën e shtunë, vetëm kaq. Se do të bëj një pyetje tjetër. Vetëm kaq e mbarova. Ditën e shtunë. Po. Në orën 11 paradite, te kua e sahatit përballë bibliotekës kombëtare të Hyrja Sheshit Skënderbej, ne nisim aty procesin kombëtar të mbledhjes së 100.000 firmave. Po janë firma prej vërteti këto. Me kartë identiteti me të gjitha. Po, janë firma që do të çojnë në KQZ dhe ne e provuam një herë që dim ta bëjmë me ligjin për diasporën, për votën e diasporës. Për referendum. Po mlodhën 50.000 për një, 50.000 për tjetrin, Shqipëria vitin Ja, tjetër për shembull, unë të parin e kam firmos te liçeni, dytën do e firmos atje kam qelluar kur ka rënë. Kur do nuk je i keq, kur do. Kur do nuk je. Por çfarë do bëhet qëllimi pra? Erdha le. Ligji është, referendumi është për herë të parë që pas miratimit kushtetues në 98-ën, ne i propozojmë vendit që të shkojnë në referendum për të shfuqizuar ligjin për paketën e maleve që ka nisur të vjedh pronat lart e poshtë, dhe 2 ligji për investime strategjike, që është ai ligji që prodhon gjitha këto konfliktet që merren njerëzit zvarr. Nga Rioi në Nart e nga Thethi shumë shpejt e deri në Tushemisht ku do nisi një gjë shumë shpejt. Në rregull? Dakor. Dhe ne duam ta shfuqizojmë për ta ndalur këtë babzi. Çani, vetëm për locationin kisha një sugjerim. Location e kujt le dio? E mbledhjes firmave. Niste, po, të lutem, po. Se aty ka vend, pra banor lokal janë vetëm këta të projit psiqik. Dhe pjesa më e madhe, 90% e njerëzve që kalojnë aty janë turistë. Kur është vendi ishte? Në vendi ishte vendi tamam? Te Sahati. Te Sahati. Kanë vetëm turistë, as shqiptar. Te Sahati ti si? Pra janë vetëm Tiranë turistë. qendër mo. Po. Edhe projit Se psiqik. shi Skënderbejmi. Ditën e shtunë, në orën 11 paradite nisim aty. I pres të gjithë qytetarët të vinë të firmos. Po mos e kam mirë le dio, mos u kush vendi. Po ky është një proces që do zgjash 6 muaj dhe unë si Adriatik do jem. Njerëzit, o le dio, nuk ka ku shkon Do jem në 61 bashki dhe në Tiranë do të jem në çdo cep të Tiranës vet, ditë për ditë nga mëngjesin darkë. Po t'ishte gjallë Gjimgjuzi do vinë. 12 orë në ditë. Po do të dalësh vetë apo? Vet, siç më pan vet për firmat për ligjin e diasporës, do mbledhin 50.000 firma dhe do jem vet në stenda. Ne do hapim disa stenda, por në një prej stendave çdo ditë do jem vet, nga mëngjesin darkë. Po t'ishte gjallë Gjimgjuzi, Po? do vinte veti pari. Kush është Gjimgjuzi? Ai që shiti sahat në Tiranës. Po ai që do të shes Sahati, po çfarë perle. Është Ma bëj pyet çka kishe që më. Jo, pyetja fundit ishte kjo, po e dua në pak sekonda për gjithë. Po, gjithmonë. Se pyeta dhe Arlin Qorin. Nuk e di, e pyeta Gonshen? E pyeta dhe Gonshen do. Ne do të pyesë ty. Po. Adriatik Lapaj, kryeministër. Sa do më taksosh, pra sa do jetë tatimi im mbi të ardhurat, pra mbi rrogun dhe të ardhurat e tjera. Po le të themi mbi rrogun. Atëherë, Dhe këtu nuk flas për veten time, flas përfaqësoj në familje, autorizohem vetë të përfaqësoj, rreth 25-30.000, nuk e di sa janë fiks, ti du të kesh shifra më sakta të shtresës mesme në Shqipëri. 32.000, afërsisht 32.000, janë profesionistë e lirë që kanë. Mund të më thuash tani mua prej 2013-2014, mua dhe gjithë tyre mira njerëzve që marrin rrogun mbi 1.3 në muaj, paksohemi mbi atë 1.3-shin, paksohemi 23%. Pra po ti jesh mbi 1.3 në muaj, është progresive 23%, është fundi. Ti kryeministër do më taksosh më pak apo më shumë? Nëse unë do jem kryeministri i Republikës së Shqipërisë, ti personalisht dhe të gjithë ata si ty do të taksohen me taksë fikse të shesht universale 10% për çdo gjë. Miq, takojmë nesër. Dale. Jo, po ishte super përgjigje. Më lër, se kam edhe një gjë tjetër. Po. Pra, nëse do flasim për rrogën tënde, 10%. Po. Të gjitha tjerat universalisht 10%, me shitje shtëpie, me çdo gjë, me qira që marrin çdo gjë. 10%. Po.
Ndërkohë, nëse do të kesh biznes të vogël, me xhiro deri në 200.000 euro në vit, zero. taksimi jo do të jetë zero. Faleminderit Adriatik. Unë do të jem me Marsidin, me Sebastianin dhe me Flogertin, zonja Zotrin, nesër sërish në studio. Falenderoj Adriatik Lapaj, nga Shqipëria bëhet që më erdhi sonte, u kënaqem shumë. Bashkë takohemi nesër, deri atëherë para sa mbyllim Adriatik. Edhe ju miqtë mi po ju ftoj sonte, nëse mund të keni një lloj A mund të mbyllim të emision sonte me heshtje, pra pa folur për disa çaste. Jemi dakord? Jo. Ajo është tjetër gjë, ajo është. Ajo është për të mos thënë sa gjëra që njerëzit i kuptojnë. Ndërsa tani po propozoj diçka tjetër. Me heshtje. Dakord? Vetëm se nuk e di ka Ledio mundësi për shumë të na nxjerrit gjithë në ekran, me që jemi 5. Ja sa të pidhi çikuj se lita unë. Ai spiu, Sebi piu e peqa fjalimin bajde? Eliksiri magjik, po të pinte do fliste dhe ai se Sebi. Dhe ka drejt gupi. Ledio, na futo të gjithë në ekran plak? Ska gjë, ju ndjekun herë pas here. Atë ujnë, Sebi, ujnë meneshi këtu afër vete se na del para, da dali më mirë këta. Dhe mbyllim me heshtje Adriatik. Dakord.